Si rezultati i veprimeve hetimore profesionale të kryera me njëherë pas njoftimit pas ditën e datës 15 mars në shkollën nëntëvjeçare Beslidja Lezhë ishin vjedhur 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serveri qendror i kamerave të sigurisë, si dhe ishin dëmtuar dyert të objektit. Shërbimi i Komisariatit të Policisë Lezhë mundësuan kapjen e autorëve dhe sqarimin rrethant të rastit. Në vijim në kuadër të operacionit koduar pajisjet u vënë pranë shtetësi AB 21 vjeç, si dhe u proceduan penalisht 5 mitër të moshave 15-17 vjeç, 3 prej tyre nxënës të këtë shkollë, të cilët dyshohet se janë nxitur nga 21 vjeçari për kryen këtij krimi. 6 shtetasit dyshohet se rreth orës 1 të datës 14 mars kanë hyrë në ambientet e shkollës Beslidja, kanë dëmtuar dyert e objektit, si dhe kanë vjedhur 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serverin qendror të kamerave të sigurisë. Me pas 6 shtetasit kanë transportuar pajisjet me automjetin të arrestuarit dhe i kanë fshirë ato në bodrumin e një pallati aktualisht në ndërtim dhe në banesën 21 vjeçarit. 16 prej pajisjeve të vjedhura u gjetën të sekuestruan me cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin Volkswagen me të cilin u transportuan, njofton policia. Materialet poshteriore ju referuan prokurisë Lezhë për veprimet e mëtejshme.